Pikërisht të dashur, mirë se erdhët në leximin e juaj të radhës. Të dashur pikërisht që këtë javë jenë në një fazë ku logjika po dominon gjithçka. Mbreti i Arit tregon se je duke ju afruar një vendimi, por po e ndalon veten Virgjëreshë duke analizuar deri në pikë të fundit. Nuk po mendon na duhet bërë, por është mënyra perfekte për ta bërë. Dhe le të jemi të sinqertë, Virgjëresh, perfeksioni po të ngadalson, nuk po të ndihmon. Kjo letër të thotë, më mirë një hap jo perfekt, se sa një plan perfekt e pa veprim. 8 të tokës tregon se ke punuar shumë në një drejtim. Qoftë marrëdhënie, punë, projekt personal apo zhvillim të mbrëmshëm, cilado që të jetë. Ke investuar kohë, energji dhe përkushtim. Dhe tani pyetja është, a je duke marrë atë që ke dhënë? Nëse jo, pse po vazhdon në të njëjtën mënyrë? E që duket jo. Kjo letër është që flet për kufit, vetëvlerësimin dhe standardet. Jo më, jo me këtë mënyrë, jo pa respekt, jo pa vlerësim. Nuk është ego, është nivel, është standard. Dhe vjen 4 të tokës. Kjo është letër e thjeshtë që thotë, mos u hap pas gjërave vetëm sepse janë të njohura. Mos u mbaj pas njerëzve vetëm sepse janë pjesë e rutinës. Apo të përditshmërisë. Mos ruaj një rol, marrëdhënie apo situatë vetëm sepse frika të thotë, por sikur të mos gjej më mirë. Apo po sikur të mos bëhet më mirë. Ta themi troç, më mirë boshllëk me dinjtet, se sa mbushje me kompromise. Një lloj përmbushje se s'është ajo. Të dashur Virgjëreshë, bëj atë që ke shtyrë, jo kur të ndjehesh gati, por tani. Tani. Vendos kufi qartë, jo me mlef, por me fakte. Mos e humb apo mos humb kohë duke bindur njerëz që kanë vendosur të mos kuptojnë. Apo të mos të kuptojnë. Ta them e vërtetëm të vërtetëm pa filter, ti nuk po pret një përgjigje, ti po pret guximin të pranosh përgjigjen që tashmë e di. Të dashur Virgjëresh.